Mbjellja e flokëve, tragjike për 36 vjeçarin shqiptar. Një ngjarje tragjike ka ndodhur në Turqi, ku Mentor Rama, një 36 vjeçar shqiptar me shtetësi britanike, ka humbur jetën në Stamboll. Vdekja e tij erdhi pasi ai shkoi atje për t'ju nënshtruar një transplant i flokësh dhe një trajtimi dentar. Ai kishte qëndruar në një hotel në zonën e Sislit, pranë klinikës ku bëri transplantin. Një ditë më vonë, ai u nënshtrua edhe një procedure dentare, por më pas u rrëzua pa ndjenja në hotel. Mentor Rama u dërgua me urgjencë në spital ku u shpall i vdekur rreth orës 16:30 më 11 nëntor. Pas autopsisë, trupi i tij ju dorëzua familjarëve dhe u kthye në vendlindje. Autoritetet turke kanë nisur një hetim mbi rastin. Çmimi i ulët i procedurave estetike po tërheq gjithnjë më shumë shtetas britanik drejt Turqisë, ku një transplant flokësh mund të kushtojë rreth 1500 pound, shumë më pak se mbi 10.000 pound në Britaninë e Madhe, raportojnë mediat britanike. Vetëm në vitin 2022, rreth 150.000 britanik udhëtuan drejt Turqisë për ndërhyrje estetike. Mjekët në këtë vend raportohet të kryejnë rreth 60% të gjitha transplanteve të flokëve në botë. Në gusht, një 38 vjeçar tjetër nga Britania humbi jetën pas udhëtimit në Turqi për transplant flokësh në një klinikë private në Stamboll.